Fusnota është teksti që shkruhet te brinja e poshtme e faqes. Është e lidhur me fjalën e tekstit në të cilën gjendet shenja. Më së shpeshti numri që e lidh atë fjalë me fusnotën. Fusnota përdoret kur dëshirohet të sqarohet shtesë fjala nga teksti dhe vendoset me komandën references insert footnote. Vendosemi te fjala ku dëshirojmë me vendos fusnotën. Shkojmë isnet fusnot dhe tash në fund na paraqitet, do të thonë shtohet numri 1 që paraqet numrin e parë dhe këtu dhe e shënojmë se IPCO është kompania për dhënien e shërbimeve të internetit dhe telefonisë mobile. Kurse fusnotën e dytë e vendosim me sqaruar ISP çka paraqet. Tash rritet numri për 1, do të thonë e kemi 2-shin. ISP-ja është service në qose dëshirojmë me e bo përmimin e fusnotave, shkojmë klikojmë në fusnote dhe tash na paraqitet dritarja me fusnote dhe endnote ku mundim me definu vendin ku do të vendoset fusnota në fund të faqes ose në pas tekstit. Shkohet në fund të faqes, numrimi ose formati numrimit të fusnotave, shenja ose simboli që të definohet, numrimi është i vazhdueshëm, të ristartojnë në çdo seksion ose të ristartojnë në çdo faqe. Dhe në fund e kemi aplikimin, do të thonë i këtyre në krejt dokumentin i kësaj që është bo këtu formimi i kësaj.